Vazhdimit të luftës, por dua edhe një ide të kundërshtuar me vetor të fundit. Zoti Beqja, a mund ta konsiderojmë këtë hakmarrje iraniane? Në fakt po flasim jo për pak për 27 baza në lindjen e mesme amerikane, për të cilat, siç u zotua, duket se tashmë ka amplifikuar në praktik dhe po vepron me një kundërshturm hakmarrës, të cilën e konsideron sukses dhe serioz. Në fakt besoj jemi ende në vijimësi të përpjekjes së palëve për të mos e përshkallëzuar situatën. Çfarë dua të them me këtë? Edhe kundërsulmi i Iranit është i përmbajtur, i targetuar dhe përpiqet që të ruaj fytyrën e Iranit ndaj sulmeve të Shtetet Bashkuara të Amerikës, po pa synuar një tërheqje të Shtetet Bashkuara të Amerikës në një luftë më të zgjeruar me Iranin. A ka vend në situacionin ku po flasim që të luhet me rezerva nga palët, dhe në këtë rast se kanë fjalën për kundërpërgjigjen e Iranit që duket se riskon me këto hapa galepante në kundërpërgjigjet e saj? Politika ndërkombëtare është e mbushur me keq perceptime, keq kalkulime, dhe shpeshherë pasojat janë dramatike në rastet kur palët angazhuara në konflikte keq përllogaritin mënyrën se si do reagojë pala kundërshtare. Dhe besoj që deri tani Irani ajo që ka bërë është që ka kryer një sulm, mbasi ka paralajmëruar Katarin që do të kryente një sulm, nuk ka pasoja në njerëz në bazat amerikane, pasi ishin evakuuar paraprakisht. Pra kemi të bëjmë me një sulm i cili përpiqet të deterojë një ndërhyrje më të thellë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse ideja ishte kjo. Irani nuk ka asnjë interes për të tërhequr Shtetet Bashkuara të Amerikës në luftë të mëtejshme me Iranin, sepse kapacitetet e Iranit janë shumë të limituara dhe Irani është i përfshirë në një luftë me Izraelin. Përfshirja e Shtetet Bashkuara të Amerikës do ta zhbalanconte në pikpamje të fuqisë çdo gjë në rajon dhe kjo do të shkonte kundër interesave të Iranit. Në këtë pikpamje nuk do të ishte racionale për Iranin që të ftonte Shtetet Bashkuara të Amerikës në një përplasje të vazhdueshme me të. Por ideja është duket që një ftesë serioze për një duel ushtarak përplasje. Në fakt ky ishte gjithë dyshimi dhe dilema që kishim. Çfarë përgjigje do të jepte Irani që të ishte një përgjigje e tillë e balancuar që të shmangte një përfshirje më të gjerë të Shtetet Bashkuara të Amerikës? A mund të konsiderohet kjo mbetet për të parë se si do ta absorbojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës të kundërpërgjigje dhe a do ta shtynë më tutje konfliktin me Iranin? Më duket e vështirë që Shtetet Bashkuara të Amerikës të mos reagojnë dhe kjo mund ta përshkallëzojë situatën dhe ta nxjerrë pastaj jashtë parashikimeve. Por jemi në një situatë ku palët kalkulojnë interesat, objektivat dhe kapacitetet e njëri tjetrit dhe çdo keq kalkulim mund ta përshkallëzojë më tutje konfliktin. Zoti Kalemaj, a mund të konsiderojmë që janë ende palët në marzhe tolerancë, meqense po flasim për kundërpërgjigje të amplifikuara tashmë në praktik dhe në qoftë se fuqia dhe potenciali i Iranit që nga disproporcional, a është risk i madh kjo iniciativë që morri përsipër? Natyrisht, se e thamë në fakt dhe kolegët, Irani është një pozicion shumë të vështirë strategjik. Pra në një anë është një shprehje amerikane që thotë between the rock and hard place. Pra në një anë ka murin, ta përkthim jo literalisht, nga ana tjetër ka frikën e shpartallimit totalisht të regjimit të një luftë jo proporcionale. Domethënë, kemi një Iran që shpenzon 11 miliard dollar në vit dhe kemi Shtetet Bashkuara të Amerikës që shpenzojnë 1 trilion dollar në vit. Kemi një Iran që ka 13 helikopter sulmues, kemi një Amerikë që ka 1003. Dhe mund ta vazhdojmë këtë krahasim në të gjithë parametrat e ushtrisë. Pra nuk ka asnjë lloj shansi që Irani të kërcënojë jo Shtetet Bashkuara të Amerikës, drejt për së drejti, por as bazat e saj qoftë të shin këto në Doha apo në Bahrein, në Doha të Katarit apo në Bahrein apo në Irak apo kudo tjetër në lindjen e mesme. Atëherë po fiton kohë aktualisht meqense po mbajnë një distancë nga tyreza negociatore dhe përmbajtja e diplomacisë në një kusht si këto? Natyrisht që regjimi i Teheranit do të shpëtojë fytyrën. Ne nuk duhet të harrojmë që në çdo raport marrëdhënie ndërkombëtare është një lojë me dy nivele. Së paku, një nivel është niveli brendshëm, pra ai do t'i tregojë mbështetësve të tij, do t'i tregojë popullit iranian e tjerë pra regjimi ajatollave që ata janë ende në këmbë, janë ende duke përgjigjur agresorëve me të njëjtin monedhë, kanë ende aleanca ndërkombëtare dhe nga ana tjetër ata janë duke u përpjekur
edhe të sigurojnë miq dhe aleat ndërkombëtar, të cilët janë gjithmonë më të pak në numër, mund të jenë disa në retorik, por jo në veprime praktike për të mbështetur Iranin, dhe nga ana tjetër edhe milicit e tyre nuk kanë atë fuqi që kishin deri para disa vite, kështu që mundësitë që Irani të reagojë pa dëmtuar veten përfshirë dhe mund ta trajtojmë në një mbylljen e përkohshme të ngushticës së Hormuzit, janë pothuajse inekzistente, sepse në çdo rast më shumë do vetë dëmtojë se sa do dëmtonte palët e treta, dhe për këtë arsye ka zgjedhur të bëj si akt të parë një akt simbolik i paralajmëruar natyrisht më parë. Patëm një reagim të Ministrisë së Mbrojtjes së Katarit, ku thanë që sistemi i tyre antiraketor e kishte azisuar apo i kishte kapur, i kishte interceptuar këtë sulm në mënyrë të suksesshme, dhe për këtë arsye nuk ka pasur asnjë lloj fataliteti, qoftë plagosje apo vrasje apo humbje të jetëve amerikane.